Rruga e Kuzumbabas është kthyer prej kohësh në një gangren për drejtuesit automjeteve dhe veçanërisht për banorët e zonës. Pavarësisht se disa kohë më parë ky segment rrugor u reabilitua dhe u asfaltua totalisht, sërish është ndëruar në gjendjen e mëparshme. Pamjet që po ndiqni në ekran tregojnë qartësisht se një prej segmenteve kryesore të Vlorës po kthehet dita ditës në e pakalueshme. Ajo lidh dy prej lagjeve kryesore të qytetit, Hajro Çakërin dhe lagjen 10 Korriku, teksa përgjatë saj sot gjenden disa biznese dhe 10 banesa. Mbi të gjitha është e vetmja rrugë e automjeteve e cila të çon në drejtim të vendit të shenjtë Kuzumbaba, e pavarësisht rëndësisë së saj, gjendja lë për të dëshiruar. Projekti për riabilitimin dhe asfaltimin e rrugës përfundoi vetëm një vit më parë, por shumë shpejt ky projekt doli jashtë funksionit. Nisi aty e punimeve për ndërtimin e linjës së re të ujësjellësit, bëri që rruga të çajë mes për mes, por si për çudi, asfaltimi i saj u bë pak më parë se të nisin punimet për shtrimin e rrjetit të ri të ujësjellësit dhe në vetëm pak kohë u kthye në një situatë të tillë problematike për shkak të ndërhyrjes. Infrastruktura është shqetësim në të dy anët, në hyrje dhe në dalje e anasjelltas. Është pothuajse pamundur që sot të mund të qarkullosh në të, teksa shumë mjete janë dëmtuar duke i qarkulluar në këtë segment të jetë amortizuar. Madje shumë prej automjeteve të banorëve të zonës apo edhe të vizitorëve që shkojnë në Kuzumbaba kanë çarë sadokartin. Banorët e zonës dhe qytetarët e Vlorës që e frekuentojnë këtë rrugë kërkojnë dhe ankohen nga firma e cila ka zbatuar projektin e ujësjellësit të zonës të rikthejë segmentin rrugor në gjendjen optimale të mëparshme. Në të kundërt, pushteti lokal dhe ai qendror mos ta marrin në kompetencë këtë projekt derisa diçka e tillë të realizohet, e teksa ndaj firmës duhen marrë edhe masat administrative të ndëshkimit për mosbatimin me cilësi të një projekti tepër të rëndësishëm për zonën në fjalë.